të realitet që ne jemi sot, lufta reale bëhet vetëm për lirinë e shprehjes. Pse vetëm për lirinë e shprehjes? Sepse ka të bëjë me mashtrimin e madh universal të rrenës së madhe universale që ka të bëjë me kontrollin. Fuqia është mendja, nuk janë armët, as kontrolli digjital. Fuqia reale është të mbash budallej njerëzit, të mbash në përçarje masat, të djathët kundër të majtëve, të majtët kundër djathëve. Çdo thot, të majtët i bën budallej pro trans, dhe tash ka fituar betejë e re mes lëvizjes gay, ku është ndar vesh lobi gayve, lesbikeve dhe biseksualëve kundër transseksualëve. A do shiftin gallat tash, do çirret dhe do ngritse me njëri tjetrin. Për shkak se është kabalistike. Pra talmudike. Edhe ky koncepti gender. Mos u habise për të që them. E keni në Talmud. Ka 8 gjini, jo 2. Nuk është binar. O që do shifni, që do mësoni. Dhe në gjithë të skeme, në këtë gjë çmenduri që ne po shohim, në këtë ndarje, këtë përçarje, të majtët antisionistët, djathët sionistë, sepse ti s'mund të jesh djath, po ti je kundër Izraelit.